Për petanikun me qumësh dhe me vezë, i japim petet, ja, në këtë mallësi dhe në të formë, nuk i japim pet të olla, i japim pet të trasha. E kemi zëmbruar njësoj si për byrek, i kemi hapur petet nga kaq. Tani në këtë mallësi i japim petet, nuk i bëjmë të olla, i bëjmë pet të trasha, mbasi na duhen për petanikun me qumësh edhe me vezë. E kemi zëmbruar njësoj si për byrek, i kemi ndarë në kulaçka, hapim petet një nga një dhe i pikim në një tepsi, të cilën e kthejmë përmbys. Kemi marrë një tepsi, e kemi nxehur, tani në tepsi marrim edhe hapim petën. Dhe e vëmë në furrë të piqet sa të marrë një faqe të lehtë. E kthejmë dhe nga ana tjetër dhe heqim. Në këtë mënyrë vazhdojmë i bëjmë të gjitha petet që të jenë gati për petanikun me qumësh dhe me vezë. I kemi përfunduar sa hapurit të gjitha petet e petanikut, i kemi pikur, i kemi rreshtuar njëra mbi tjetrën. Tani mbulojmë dhe jemi gati derisa të përfundojmë së bëri gjellën e qumësh edhe me vezë. Petet e petanikut i kemi pikur lehtë, sa janë tharë, i kemi rreshtuar njëra mbi tjetrën. Tani për petanikun me qumësh dhe me vezë na duhet krip, qumësh, gjalp edhe vezë. Do thyem 5 kokra vezë, do t'i rafim, do t'i bashkojmë me qumshtin, do vëmë do të gjalpin dhe do t'i lyejmë të gjitha petet me ndihmën e një furçe me masën që do përgatisim, duke i spërkatur një nga një edhe me pak gjalp dhe duke i shtruar të gjitha në një tepsi. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Kemi thyer 5 kokra vezë, tani marrim dhe i rafim së bashku. Tani që kemi rrahur 5 vezët, marrim edhe një gjysmë litri qumësh. Edhim edhe krip. Marrim e përzim të gjithë masën së bashku, edhe atë na bëhet masë e njëjtë. Dhe tani marrim shtrojmë petet një nga një. Kemi marrë një tepsi edhe lyejmë anë mban me gjalp. Kemi shtruar petën e parë, e spërkasim me gjalp dhe lyejmë me masën që përgatitëm me qumësht, me vezë edhe me krip. E lyejmë derisa të zbutet e gjithë peta. I edhim përsëri pak gjalp nga sipër, petës së zbutur. E kështu vazhdojmë shtrojmë edhe petën e tjera me radhë, duke i vënë një nga një dhe duke i spërkatur me gjalp, me qumësh dhe me vezë, derisa t'i përfundojmë së rreshtuarit të gjitha një nga një. E kemi lyer petin nga njëra anë, tani marrim e kthejmë dhe nga ana tjetër. E lyejmë dhe nga ana tjetër me ndihmën e furçës, i spërkasim me gjalp edhe përfundojmë të gjitha petet. Tani kemi 2 petet e fundit. I lyejmë e qumshtin edhe me vezë dhe me krip. I spërkasim me gjalp. Dhe vendosim edhe petën e fundit, të cilën e lyejmë dhe këta me e përfundojmë edhe këtë së lyeri, e spërkasim me gjalp dhe kemi gati për ta futur në furrë.
Që e përfunduam të gjithë petanikun së shtruari, edhe odhëm pak qumësh më tepër sipër, pasi peta sipër tha gjithmonë më shpejt. Spërkasëm pak gjallë të tretur dhe e fusim në furrë, e pjekim në temperaturën 325 gradë për rreth 30 minuta. Edhe petaniku me qumësht dhe me vezë e përfundoi pjekjen. E presim dhe e servirim. Është ftohur petaniku me qumësht dhe me vezë, e kemi servirur në pjatë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëv të mirë.